një prej personave që e kom njoft ndryshe, e kom njoft nga korridoret e spitaleve, e kom njoft nga ÇKUK-ja kur unë isha duke kalu një prej momenteve ma të vështira në jetë. Përplasje si kur të gjithë ne që mund të kemi gjatë jetës edhe me prindrit tonë. Unë gjatë pandemisë kisha telashe me shëndetin e babës, e që ishte telashja e madhe me zemrën, kaluam të gjitha testet, përfundimi ishte se ai duhet vendos të bypassa, dhe për me i ra shkurt. Kësaj historie, korridoret e asaj klinike për mu, pastaj u shëndruan një përditshmëri, pritjet e gjata dhe sigurisht që derisa kaloi operacioni që tash për fatin e mirë gëzon shëndet mirë, aty nisi gjithçka. Unë isha insistuese me shku në privat, me shku në Maqedoni, por baba i besonte shumë vetëm kësaj klinike, tha se urani me një fondacion italian ka qu aparaturat ma të reja babë, unë s'kom nevoj me shku në privat. Frika ime ishte e madhe për shkak të Covidit, jo mos besimit në staf mjekësor, dhe okej, mendja nuk i ndryshonte dhe vendosëm të shkonim aty ku baba besonte. Nuk ka pas staf mjekësor që nuk kam përmend këtë djalë që thirret Urani Ismaili. Unë i përshëndes gjithë ata, se e di që po më dëgjojnë, na ndjekim vazhdimisht. Prej sigurimit poshtë dhe gjithë stafit nalt, flisnim për Urani Ismailin kohën kur ishte ministri i shëndetësisë. Nuk ishte ditë pushimi, as mbrëmje. Ai i thjesht dhe me trenerka vizitonte vazhdimisht korridoret e ÇKUK-s. Dhe nuk bënte zhurmë. Nuk ishte sigurim dhe ishte i qasshëm për të gjithë. Ndaj sot unë jam shumë krenare që mund ta them publikisht këtë të pamohueshme për Uranin. Urani, i lindur me 19 tetor 1979, studioi psikologji në një prej universiteteve ma prestigjioze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mori titullin Master në Administratë Publike nga Universiteti i Harvardit. Është aktiv në Partinë Demokratike të Kosovës që nga viti 2007 dhe ka qenë pjesë e projekteve të rëndësishme me organizata ndërkombëtare. Ish deputet dhe ish ministër i shëndetësisë, Ismaili është pjesë e ekipit për mbrojtjen e Kadri Veselit në Hag, që nga fillimi. I rritur në një nga lagjet kryesore të Prishtinës, Bregu i Diellit, adoleshenca e tij nuk ishte aq e lehtë. Funksionoi në kohën e shkollave në shtëpi, ndërsa kur ishte vetëm 14 vjeçar. Nana e ti ndroi jetë. I pëlqen muzika rap, hip-hop, hobi ka vrapimin, madje ka marrë pjesë në shumë maratona edhe në përbot. Pra, nuk e shihni vetëm tani në fushat që del vrapim, ai del për ditë. Bile kur takohemi her pas here insiston krejt rinin e Prishtinës me marr vrap, po që për mua ende s'ja ka dalë. Ka diçka që nuk i pëlqen. Edhe kur e shihni që po shkon në ushtrimet në gjim. Por aty ai detyrohet nga bashkëshortja Arizona e cila ka marrë titullin nga NBA në Amerikë që është andraje. Edhe Arizona një bashkëshorte e shkollume, Duart Orkitjet përqafi Arizona shumë. Bashkë me Arizonën, sot kanë 2 fëmijë ku hiking, vrapimi nuk e ndalin si familje bashkë. I rritur mes 4 motrash, do pritej që të ishte ma i lastum, por ato që ka i mësoj prej tyne, a i po i përcjell të fëmijët e ti. I hapur me ta, por strikt në mësime. Zgjedhjet e kalume në Kosovë sakrifikoi mandatin e deputetit për të kandidu për kryetar të Prishtinës, një veprim jo i zakonshëm tani. Me ne në studio, e ftoj mikun tim, Urani Ismaili!
Smiley, knatësime të pasë në studio, ura. E ditë, faleminderit shumë, knatësime që jenë këtu. Më falë se u emocionova dhe unë, e lexova për herë të parë, nuk e pas na ditë këtë farë. Fakti, por gjithsesi ti je mirë dhe jeni një fazë tjetër tjetës. Mirë shumë, faleminderit shumë. Dhe historia jote dhe vepra jote deri sot besoj ka bë krenar edhe ata që nuk i ke prezent në jetën tënde. Po janë në kratë tu. Gjithsesi, më kujtime. Çush po shkon? Shumë mirë, unë u kënaqa. U kënaqa se ka energji. Kur erdha këtu jashtë, tash këtu keni vargjami, po ajo energjia jote dilke për tej. Edhe kështu që edhe unë që ashtu pendjej atë energjin që ma bin njerës të që po dalë në lagjet Prishtinës, në fshatra, kudo që është. Po kaloj mirë, po presin mirë, jashtëzakonisht mirë. Po pritet një ndryshim i mirë në Prishtinë edhe një shpresë. Ka nevojë me dhonë Prishtinës shpresë edhe unë munona kudo që të shkoj me boqat, me dhonë mundësin që njerës me besu, me shpresu që kemi mundësi me punu ma mirë. Kështu që po më shka mirë. Me 12-in... Takimet e njerëzve, që thonë? Po, qëre, nuk kanë qenë mirë për një kohë gjatë, Prishtina, energjinë e njerëzve ka të jashtëzakonshme, po ju kanë me do probleme bazike, adem beturina, qentë, ndriqimi, trotuaret, gjona bazike për tjetë, une me qato kom qef më marë, me qato për ju thëmë që vota e me është mja u lecu jetën njerëzve, me pas, kur t'ju shkojnë fëmija në shkollë, Kuran të dera, nëse do t'jeshti kryetari arshëm i Prishtinës, ja këto fjallë. Po. Te dera, play, kom e t'il shu. O ke thonë. Jo, ati shkoni se, nuk më shme më gjetlja te dera, unë edhe si ministre për mene, unë e kum pas një tendencë që mi kry takimet, mi kry kejt, mi dhonë detyrat delegu të ekipet, me dalë në teren. Din teren, shihin njerëz një mojo. E përmenda rastin për mu ka qenë prej momenteve ma të vështira një jetë që kom pas, edhe nuk të kom besu, dhe të kërkoj falje, i thejsha babës që si, në regull i ka bu, por jo, shkojmë diku tjetër, besimi ti ma, se kish përcjell çdo hap të punës tënde na çoj në ÇKUK dhe tani pash që të gjithë një zëri e bërtasin dhe e flasin punën e jashtëzakonshme që e ke bosta ke qenë ministri i shëndetësisë. Dhe ata me siguri po na shohin. Nëse ndonjë ditë ke kohë të lirë, shko takoj, se të përmendshin për ditë përmendshin. Po, e vërtet, kum kalu jashtëzakonisht mirë. Qëre nuk ka qenë lehtë, kur jam bo ministri i shëndetësisë, unë i kum pas 37-38 vjet nduket, edhe njerëz më thëshin pse e more këtë ministri kur dihet sa e vështirë është apo. Edhe nuk mundet mundresh, nuk mundet. Kanë herë kom një paralele me Prishtinë. Njerëz më thonë atë po nuk po mundet bre këtu kur mundresh 25 vjet, po ju them, provojmë një herë ama një mundësi çush më kanë dhënë atje në shëndetësi. Edhe e bën njëri kur do me punu me ekipe. Unë kom pas një karakteristik, kom tentu me punu me njerëz pa marrë parasysh çfarë përkatësie politike kanë. Nuk jam dom politik, nuk jam dom parti, ku bën njerëz bashkë edhe kom punu me njerëz që kanë drejtora LDK-s, drejtorat vetëvendosjes, talentës apo kudo që kanë ardhur, që kanë pas bindje tyne, mua s'm ka pengu. Unë jam ul bashkë në një tavolinë, pse jemi këtu e dim pse jemi, me ndihmu pacientëve, me ndihmu familjeve, hajde bëjmë më të mirën, edhe me tregu drejt mu kanë përgjigj. Mu kanë përgjigj shumë mirë kur e kanë pa që qëllimi është për me mrritje të qytetari. Në fund edhe ata janë kon krenar, ti vetë ke pa dhe mjekët kanë qenë krenar, infermierët kanë qenë krenar, infermierët kanë qenë krenar. Pra, unë kam dalë pe aty edhe çashtu ju kum thonë, unë kum largu nga këtu, po jo keni me mbet krenar me punën e ju. Kisha dashur veç me specifiku që po flas për klinikën e kardiokirurgjisë. Po. Atë staf e përshëndeta shumë se aty kom qëndru gjatë. Shkojmë te pyetja që ka përgatit ekipa. Si do ta përshkruaje Prishtinën e adoleshencës tënde me 3 fjalë që nuk ekzistojnë fjalor? S'ka fjallë që s'ekziston, po s'mës ti nxerri do fjallë të reja. Po e kisha përshkru, si me tonë, gjallni ka pas Prishtinë, lagjën të me shumë fmi, edhe na knaqë të lujt, mirë po ka pas një ndjenë bashkësisë, pra na këna hi me një hymje, këna shku të dikush me najt, dikush tjetër na ka dhonë buk, dikush tjetër na ka dhonë uj, dëmone kemi pas një sens të komunitetit, kejt, si me thonë, nanat e shokve, babalarët e shokve, na kam prit, kemi hy pe banesës në banes, pa pas naj vështirësie. Sot menoj që e ndjenjë komunitetit ka hu pak. A mendoj se mundet mu kthy ajo? Po, mendoj që mundet mu kthy, sepse i kemi lon lagjet, Bregun e Diellit, Dardanin, Ulpianën, Lakrishtën, këto lagjet cilat kanë infrastrukturë urbane, kanë met pa u investuar. Ai ke pa lagjet private reklamojnë mas shumë të sigurin edhe infrastrukturën, e në realitet që kjo planifikimi urban është në qëto lagjet e mdhaja, po ka nevojë me dhon investimi, ka nevojë me kthy jetën komunitare, me hek kerret pe aty në parkingjeve që i kanë mbulu këtë. Për shkak ku luajtën në basket gjithkohë në Breg Diellit, nuk ka më hapësira si kanë blloku kerret. E unë kam propozuar me shti do parkingje në toksore, pra që është punë shumë më e lehtë, më u kthysh ato hapësira
trive, nanave me kolic, pleqve tonë që dalin edhe i shfryzojnë. Kështu që po du me kthy qatë ndjen të Prishtinës që si me thonë Prishtina ju takon qytetarve, e jo me ju taku si me thonë politikës ose veç veturave ose kështu që ato du me bo. Nëse do bëhej një film për jetën tënde, cili repartist do doje ta bënte kolonën zanore? Ose ndryshe? Une jam old school pak, Tupaki. I huaj është shqiptar? Tupaki, jas vëdu me ite shqiptar, që tana e arrej dikon më edhe të kushton sa mesëm. Dikon dë shuk, do më onë shumë që janë me rep që mire kështë së vëdu. Qka kanë përbashkët vrapimi edhe politika? Dush me besu dhe i më fund, kime pas dilema, s'ka të vrapon, dikush ti thot diçka në vesh, thot po çka doli me vrapu, bre as për shkak që e lodha. Ulu që tu, ulu që atje, pse po aty në stop e kini qase, po edhe mu kthy, kështu që dush me besu që mundesh me mri deri në fund, edhe besoj zemrës tone, besoj energjisë tone, në fund mundesh me mri edhe çashtu është. A je më i disiplinuar në pistë a në jetën tënde të përditshme? Menoj që në jetën teme të përditshme munona me qenë maj fokusum, në pistë menoj për gjithë shka, kur dal me vrapu, kështu që më shkojnë mend gjithka, këtu menoj pak, jëm pak maj fokusum punë. Ma i disiplinum jenë në jetën e përditshme? I disiplinum s'di që me thonë se kejtë njerëz njohin që jëm gjithka, se kom shumë energji, po kom një qëllim, kom qef me mri një qëllim, për shkak që pse ja vetit një punë, munona me punu shumë. Qëfse kom qëllim Prishtinën që 8 vite jo marrë me këtë punë, i kom dhonë qëllim vetit, edhe si me thonë nuk e kom hub qëllimin. Uranat, ka ndryshu humbja e nanës në mënyrën se si i edukon fëmijët e tu sot? Po, mendoj, sepse si me thonë ju e forçon qatë relacion me ta, sepse diçka të ka mungu ty njetë, edhe normal që ajo ke mundësi me kompenzu nëpërmjet fëmijëve, edhe vetëm nëpërmjet fëmijëve, me treku drejtën. Sado që modrat më ka najt ofër shumë, unë te tregoja kom 4 modra, gjitha dhe më të maja se unë, edhe më ka najt shumë ofër në atë kohë, sepse unë kam qenë fëmija i vogël. Mirë po, me fëmijë manej është një ndikim tjetër, që të vije njetë, edhe mendoj që e kom shpjegu me ta, edhe relacionin, edhe ata e kanë kuptu, edhe mendoj që jemi shumë të ofërt, edhe unë jo ma i ofërt me ta, sepse jetë është e çuditshme, nuk dihet kur përfundon. A ke trashëguar më shumë nga nana apo babai? Mendoj që nana ka qenë ma parafruse, baba ka qenë ma i qetë, mirë po... Babën e ke pas mjek? Stomatolog, po. Ka qenë ndër stomatolog të parë shqiptar në pjesën e Ana Moravës, edhe si me thonë, ai ka qenë njëri ma i butë, ma i qetë, edhe kështu që nuk di qa me thonë, adin, te duhet ka pak, nuk mu i me thonë që i kumë bërgjohë veç një onit. Me që je rritur me 4 motra, a ke ndonjë kod që të ndihmon të lexosh më shpejt mendjen e grave? Ja shansë të rike s'kakja. Mu konë kështu, isha konë marat me Arizonën. Mirë, tregom me... Se ti e një, do të thonë kështu që... Tregom me cilën prej motrave je ma shumë e lidhën. Nëse flasim me kërkom, veç na dy po flasim. Nuk e hagët vore. Katërtat kanë veçantë, katërtat janë ndryshe, katërtat kanë pas rol, që ato që ka ma ofër, ju më përlo ma shumë, që ato që ka ma largë, ju këm tut ma shumë, adin që shto kështu që... E fëmit, kujt i njojnë fëmit? Fëmit i njojnë, vajzan për njojnë mu ma shumë, pak, edhe në dukje, djali për njën dajve, ajo bjalia shqiptarve, njëja i për njën dajve. Mirë po, në realitet, dytë kanë mix edhe temin edhe të Arizonës, kështu që jem fëmijë të mbare që ajo me rëndësi, jem krenar me ta. A ka ndonjë këngë i paq me jetë gjatë? Shumë valdir, shumë gjithë se i përcjellin në rrjetet sociale janë si drita, dhe jeni si shoqni tashmë, jeni shpesh herë bashkë, hiking, dilni bashkë. Po dalim. Domethënë dasmat Urani i lë në momentin e ka orën e vet, se kemi qellu një herë ndasëm aty. As se pret tortën është pyetje ora. Pse se çdo herë të shtunën dillën e kam pas hiking me familje. Kjo është disiplinë. Po, mundu me dal me familje. A ka ndonjë këngë që të kujton periudhën e shkollave në shtëpi? Këngë që më kujton periudhën e shkollave, jo najsen që më kujton më shumë periudhën e shkollave në shtëpi, më kujtojnë do profesora, si me tonë që kemi vizitu, unë kom shku në Gjevë dhe Dod, Sami Frashi kom pas do shok, ata janë konë në kodë të trimave në shkollën e atëherë, shkolla shtëpi që ka qenë te Hertes që quhet edhe tash. Edhe atje kom pas do shokit që kom shku me vizitu, edhe u konë shumë interesant, po çka ka qenë shumë interesant që më kujtohet që
nuk kanë qenë të lehtë profesorat. Edhe pse ka qenë shkolla çashtu atë nuk konsideru që hajt se pak atë është situata që s'ki nevojë, ata s'kanë qenë shumë të lehtë. Pra në mënu me mojt një farë rigorizitetit vet, ndoshta më na ndiku një farë disipline që mos menoni që kjo punë është tajgare, apo den? E kështu që çato është më shumë. E çka ki sot në playlist në një këngë? Në playlist po komune çështu këngë aden që janë pak soul, kom pak rap, kom pak shqip, kom pak dëmon gjithçka. Shqip çfarë më thon? Zhanri muzikës, jo këngëtar. Shqip kom gjithçka, pej dorsmës, te çiftelia, te domthon gjithçka, çka do mu, çka të vjen nuk e noli. Cila është ideja politike që kur je kthy prej vrapit, ka ardhur? Ideja politike. Në një mëngjes të ndin. Po, kom pas me nol një vendim për çmimet barnav. Ka qenë një çmim i barnav për një ilaç për kancerin. Edhe që ka qenë shumë shtrejt i blem në Ministri i Qendrësisë, afro 860.000 euro kanë ndesh me ble. Edhe e mojnë me anë si sot, se kum dalë me vrapu shumë atë ditë, se kum pas shumë angst, shumë shqetësim, se mbyke me marrë një vendim. Edhe kur më kthye kum kuput kontratën, edhe ka qenë një kontratë që e para që kum kuput, edhe sepse kum besu që nuk duhet çashtu me vazhdu. E kum ble çati ilaç për 75.000 euro. Pej 860.000 euro është ble për 75.000 euro. Dhe ti e din mirë që solloj kontrata është aty ka shumë. Po, edhe i kum nal manej krejt kontrata tjera dhe i kum drejt çmimet e barna. Kështu që çaja më ka vyt si me tonë komuni fal vendimi shumë të vështirë në atë kohë më kujtohet. 800 në 75.000. 75.000 euro. Ka qenë ilaç për kancer edhe mendoj që ka qenë vendimi më i mirë që e kum marr. Një ndër vendimet, ndoshta vendimi më i mirë që e kum marr në jetën time, sepse në atë kohë më kujtojnë shumë paciente që kanë ardhur. Edhe që më thonin që po është shumë vështirë për to me mbulu si me tonë terapin, edhe kum desht me qitë në rregull që me qenë me pas ma shumë barna për familje tona, e jona me pagu çmime jashtëzakonisht nalta, edhe në fund si me thonë me përfitu një kompani apo kështu. Kështu që ka qenë vendim shumë i vështirë, po ka qenë vendim shumë i dur. Nëse kishe një minutë me i fol vetës si Uranin 18 vjeçar, çfarë do t'i thoja? Si Uranin 18 vjeçar. I kisha thonë vetet që puno, mos ki gale, njerëz si me tonë të mbështesin gjithkush edhe që ashtu më ka ndodhur në jetë, njerëz të ndryshëm kanë dhënë mbështetje, kum pas, si me tonë dikush ma ka qelë një derë, dikush ma ka qelë një derë. Unë nuk besoj në atë idenë që ne jemi vetëm, lindëm vetëm e kështu. Unë e besoj që njerëz të mirë dinë me të gjetë në kohë, çuje Zoti, çuje njerëz që të vinë, edhe ta japin një mbështetje bashkë në kohën kur të vynë, ashtu kur e ki bashkë kohën më keq, që përmendet ti do vështirësi tua në jetë, çashtu më ka ndodhur dhe mua, do vështirësi në jetë, njerëz më kanë gjetë, mirë po në fund, nëse vazhdo me punu e mon si me ton karakterin tënd, çelën dyrt. Është e di që sot është vështirë, e di që kanë herë kredu na duket shumë vështirë, po dyrt çelën, edhe si me tonë të hapet që e perspektivë. Kështu që edhe në ditë me shin kuptimin e vështirësit tone, ka djell, si me tonë, mos jek dorë. Nëse Prishtina do t'ishte njeri, çfarë do t'i thoje? Njëre, kisha thonë, qëre, ki nevoj me ushtru pak, se di që kemi të pak mrapa, e di që të qytetet tjera për na kalojnë ka pak. Në fillim kanë me dhim pak muskujt e kësisëna. Mos ki gale, kemi ja kalu Tiranës, kemi ju kalu krejtve, dhe mund kemi qenë në port, kena mol medalën në port, sepse egziston ajo, si me thonë, genetika e Prishtinës, po vishte na kalojnë pak anash, këtë që mos ki gale. Një vesi yti që Arizona insiston me ta ndryshu dhe t'i spranon. Mos e le qatë sen mi tavolinë. Kush është shoku, shoqja e klasës ose e fëmirisë që sot është boj famshëm? Mimli Krasniqi. Bleran Stabileci, te dytë domoni kum pas shkollë, 94 të dytë. Ka shumë e shumë. Ju jeni një grup i madh i shoqënisë prej fëminisë jeni bashkë. Ka shumë, po këta i përmena sepse janë në skemën e politikës, po me tregu drejtën shumë prej gjeneratës tonë kanë mri jashtëzakonisht shumë në kuptimin në jetën e tyre, në fushën e tyre, edhe jam shumë krenar me ta. Ende i takohemi shumë, edhe me shkollën fillore mi taku, edhe me shkollën e mesme kemi grupin Viber e kështu që e marrim një shoqëni të mirë. Shkollimi në Amerikë. A je më afër me kulturën amerikane të punës apo evropiane? Gjithë amerikane. Gjithë amerikane. Po, qohë herët nisja me punu, mos unal, dhe më bërë energji, bërë pozitivitet. Në Amerikë o një diçka, njerën që fëse nuk të shojnë të buzqesh, në alin të në qaki. A dhe në dësh me pru. Edhe unë e kom një varë ndjenje që ashtu ende që kur i në lift, kur i gjithë ka, do më mënona njerëzë me japru, atin keti kemi gale tona, keti në kokën tona kemi gale. Mirë po, një buzqesh në mëngjez,
Po aki ta jep ty një, si më thonë, që ka shku në Amerikë, ka po këtë fare. Edhe unë e kam etikën e punës, puno shumë, po puno me pozitivitet. E a ke mendu me lënë Prishtinën ndonjëherë? 2 herë jom largu për Prishtinës për studime. Asë një herë s'ku menu me lënë, edhe jom kthy shumë shpejt si ku kry studimet, nesrit, valigjet, direkt. E nëse Prishtina kish me pas ngjyra, cilat e kish ngjyrosë dhe pse? Bardhë e kaltër. Ma mirë kaltër si qielli. Ma mirë basket në Mirë po, shikoj, i ka disa lagje cilat i kanë identitet tyne. Për shkak kur ishe Dardanin, ishe do ndërtesa gjallë për ta, ishe Ulpionën, ishe një kaltër të qeltë, ishe bregun i dillit, i kanë do të përhimta, banesat përhimta me banesat e kuqe. Pra na kemi një farë identiteti të ndryshëm, normal kodën e Trimave, Kolovicën e këto që janë Xhamin e Llapit që quajmë ne që janë shtëpia individuale, e që edhe ato, si më thon, Qeremitet e kanë vetën, mirë po ka nevojë më investu në këto lagje, kështu që kimë pa në Prishtinë ma të bukur, ma estetike, ma funksionale. O ku t'jesh në teren e ku do. Qita kështë të thonë, me ekipin mere me vete, hajde një teren se që atë më gjeni. Me dalë teren, se kena problem. Ma mirë basket në Dardani apo futbol në Branjevës? Branjevës kanë me kollë shumë, Bartazin ma shumë me siguri se ka tifoz lak. Mirë po, une, si me thonë, kum lujt të dyat. Zdo me zgjedh për cilën? Ja, nuk me zgjedh se të dyat i du. E ki shkopin magjik, qa kishë ndryshu në Prishtinë me asë shkop? Jo si kryetar. Je njëri thjesht, je me shkop magjik. E kësha ndrejt që trafik që nash katroj, po cilin ku me ndrejt për 18 muj, po ti më tho me shkop magjik e kësha prek me njëherë për një dit, po trafiku me nëjt që është një problem shumë i madh. Edhe një diçka tjetër, e kësha bu qytetin ma të sigurt për gratë dhe vajzat, me tregu drejt, ka shumë trotuare që mungojnë për nonat me kolicat, cilat me karrocat që nuk mujnë me dal. Rrugët janë pa ndriçume për nona dhe vajza, për gra dhe vajza, nuk po mujnë me dal se po një shqetësume. Qenë të ndacak fatkeqësisht komunas po kujdesen mjaftueshëm, po i sulmojnë ndonjëherë, edhe ata po njihen. Pra kemi nevojë mi bë do zgjidhje për gra, e tha vet, unë kam 4 motra, kam një vandjenshmëri më të madhe. Kështu që kisha pas qef qytetin më koni sigurt edhe për to. Uran, më falë që nuk guxoj me të pyet për programin tënd, për kundër kandidatët e tu, për gjitha të tjera, sepse nuk jemi në fushat. E kisha shumë me rëndësi anën tënd dhe njerëzore, profilin tënd, me pasqyru të ata që na ndëgjojnë. Për të tjerë që ju intereson programi, me siguri letë kanë, e gjejnë kudo programin e Uranit, edhe revisten që na vjen mëngjeseve, e që mund ta kenë secili Prishtinas. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë Edith. Faleminderit shumë. Vazhdo me energjinë edhe te. I kam disa kërkesa. Okej. Që janë të bukura për komunitetin. Po do t'i flasim jashtë mikrofonit. Jashtë mikrofonit.